Mirë, të falenderoj për tani Kosovë, presim të shohim çfarë do të ndodhë, ndërkohë që kanë vijuar edhe reagimet e liderëve politik të Kosovës në hyrje të seancës plenare. Ka qenë më herët Ramush Haradinaj, i cili ka theksuar se e mirëpret mundësinë për konsulta me lidhjen demokratike të Kosovës, por angazhohet për qeverit të opozitës. Pra, zoti Haradinaj duket se dëshiron një qeveri të opozitës më shumë se sa qeverinë e propozuar nga ana e zotit Lumir Abdigjiku, kreu të LDK-s, një qeveri gjithëpërfshirëse. Por e ashpër duke ka qenë deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimet Musliu, e cila e ka quajtur hajgare apo diçka për të qeshur, propozimin e LDK-s për një qeveri tranzitore deri në zgjedhjen e presidentit. Ajo tha se PDK-ja do të mbaj një mbledhje për të diskutuar këtë mundësi, por vetë dha qëndrimin e saj personal. Lidhja Demokratike e Kosovës, duke u friksuar të marrë vendime, e ka lënë Kosovën mbrapa. As nuk shtyhet, as nuk ngrehet, thot populli. Thjesht ata as nuk po guxojnë me u bë me Albin Kurtin, as nuk po guxojnë me u bë me PDK-n. Duhet të jesh një lider që tregon pjekuri dhe pozicionohesh një herë mirë qartë. Tha jo, Musliu tha se kjo është thjesht me bë hajgare me votën e qytetarëve të Republikës Kosovës, ndërkohë që pritet që PDK-ja të dalë me një qëndrim. Abelard Tahiri ka thënë se së shpejti do të ketë një qëndrim të saj për qeveri tranzitore. Nuk e di nëse e kemi sinkronin e zotit Tahiri. Singur të sekretari partisë së Gjaditës dhe t'jepë qëndrim. A keni diskutu kur të herë mbledh, po thonë që sot? Besoj që shumë shpejt në gjithë tesa për ta. Janë takime të rregullta kryesisht që mbohen, kështu që besoj që do të personale. Jo, qëndrimet tanë personale nuk mund ta them, sepse qëndrimi Kostiumi Kurani jep një rrugë atëherë kur kemi një kandidat pranueshëm. Sot me kandidatën e fjalë normalisht qëndrimi do të jetë i mirë. Qeveria bashkë nuk do të ndosë në çfarë variante? Do të flet kryetari i partisë së Mirë, ndërkohë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës është tallur duke bërë pyetje nëse janë nxehur dhe sot deputetët e partive të tjera. Pak para fillimit të seancës, Zema i ka thënë në mëngjes të gjitha partitë po i vërsulen LDK-s, pastaj pas dite po qetësohen. Ai ishin nxehur hiç këta të partive të tjera se në mëngjes bëjnë turma se LDK-s, mbas dite freskohen, tha ai duke ironizuar ndoshta edhe kritikat dhe sulmet e deputetëve që kanë pasur ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe propozimit të bërë një ditë më parë. Ndërsa kreu i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj nuk foli para futjes në kuvend lidhur me propozimin e LDK-s për krijimin e një qeverie tranzitore deri në zgjedhjen e presidentit. Ai tha se ka lëvizje, por dhe letra dhe komunikime me letra nga e hëna, duke mos bërë të ditur se për çfarë saktësisht po bëhet fjalë. Pata dëshirë që këtë pjesë ta lëm pasi të kryejmë seancën, se edhe kështu pak u vënuam të shohim si po shkojnë edhe sot zhvillimet në seancë. Ka lëvizje, të shohim çfarë lëvizjesh. Nuk do të thotë se çdo herë të gjitha lëvizjet shkojnë në drejtimin që duhet, por megjithatë ka një lëvizje dhe nëse e kam edhe pëlqimin tuaj, e lëm komunikimin pas seancës plenare dhe do t'ja përgjigje, ka thënë Fatmir Limaj. Ka propozime siç e keni parë, ka pasur letra prej Pardje, ka pasur komunikime me letra, do të thotë se ka pasur zhvillime, ka theksuar Fatmir Limaj, por pa dhënë një qëndrim të tij se çfarë mendon për propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe se si mund të vijohet më tej për zhbllokimin e konstituimit të kuvendit fillimisht e më pas për të vijuar me formimin e qeverisë. Kryetari i partisë Guxo Faton Peci ka thënë se kryetari i televizijës vendosë Albin Kurti i takon t'i thras partitë politike për të diskutuar për krijimin e institucioneve të reja, edhe se këtë sipas tij nuk mund ta bëjë Lidhja Demokratike e Kosovës para se të hynte në kuvend për vazhdimin e seancës. Peci tha se i pari që i takon
të thras partit politike dhe në këtë rast është Albin Kurti duke komentuar propozimin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për krijimin e një qeverie tranzitore deri në zgjedhjen e presidentit me pjesëmarrjen e të gjitha partive. Ai tha se duhet pritur deri të ezaurohen mundësitë që të kemi qeverinë Kurti 3. Nëse kjo nuk bëhet e mundur, unë mendoj se logjika politike dhe institucionale thotë që potencialisht një ftesë të tillë mundet në një të ardhme ta bëjë Bedri Hamza, por jo partia e 3, e 4, e 5 e kështu me radhë tha Peci. Sipas tij, kjo është rrjedha logjike. Sa i përket qeverisë tranzitore, unë mendoj që Kosova ka nevojë për një qeveri stabil, ka thënë ai. Mirë, shohim që deputetët tashmë kanë zënë vendet. Vendet e tyre me qëllim që shërbimi i deputetëve t'i numërojë të pranishmit. Mirë, vazhdon numërimi i deputetëve që janë të pranishëm në sallë për të nisur më pas me procedurën e radhës. Do të shohim nëse do të kërkohet sërish krijimi i një komisioni për të votuar në mënyrë të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Do të propozohet emri i një kandidate nga radhët e vetëvendosjes, do të jetë Albulena Axhiu apo do të jetë një tjetër. Presim të shohim cili do të jetë propozimi sapo të përfundojë procesi evidentimit të deputetëve që janë të pranishëm në sallë, i cili ka nisur tashmë pasi zoti Dehari ka hapur seancën. Më pas do të shohim se si do të procedohet në këtë seancë të 12 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, që procesi i konstituimit të quhet i mbaruar, duhet të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe nën kryetarët, proces i cili ka ngecur prej disa seancave me radhë, fillimisht pas refuzimit të Albulena Axhiut si kandidatja për kryetare të kuvendit, e më pas për refuzimin e ndryshimit të procesit të votimit nga një proces i hapur që nisi në nisjet të punimeve të kësaj legjislature dhe më pas u kalua në kërkesën për një proces të mbyllur, pra të fshehtë votimi për kryetarin e kuvendit. Të shohim se cila është strategjia që ka zgjedhur sot vetëvendosja për këtë seancë. Do të vijohet ende me dështimin e seancave plenare apo do të ketë një zgjidhje, ndërkohë që pritet më pas cila do të jetë lëvizja e radhës e Albin Kurtit pas dështimit të disa hershëm me letra që u ka dërguar liderëve të PDK-s dhe LDK-s. LDK-n e fton për bashkëqeverisje, PDK-n e ftoi për konsultime që u zhvilluan në kuvendin e Kosovës, por të cilat nuk prodhuan asnjë rezultat me përjashtim të ndryshimit të procedurës së votimit në parlamentin e Kosovës. Ndoshta mund të ketë një tjetër letër, mund të ketë një tjetër iniciativë nga ana e vetëvendosjes, partia që doli fituese nga zgjedhjet e 9 shkurtit dhe që i takon asaj të gjejë zgjidhje për situatën
pasi duhet që të zgjidhet fillimisht kryetari i kuvendit e në bazë të kushtetutës kryetari i kuvendit i takon si propozim partisë që ka dalë e para në zgjedhje.